paremruar disa herë, dhe ju sërish me vedije të plot I keni shkelur rregullat. Në veçanti 4 prej jush. Për këtë arsye, sonte, Jonida, Dona, Soni dhe Vanessa do të shkojnë tek fakiri dhe do të izolohen aty deri të premten. Në fund të spektaklit, do të shkoni tek fakiri pa patur asnjë kontakt me fermerët e tjerë përveç zonës tuaj të rrethuar me garth. Nuk mund të frekuentoni ambientet e brendshme të fermës ku janë pjesa tjetër e fermerëve dhe nuk do të jeni pjesë e buxhetit. Për cigare do të vareni nga zemërgjërsia e fermerëve të tjerë. Jonida dhe Soni me një dhomë? Nga ky moment, çdo shkelje e përsëritur e këtyre rregullave do të ketë një pasojë direkte për të gjithë ju. Për çdo rast, çmimi I madh do të ulet me 1.000 euro. Veprimet individuale do të kenë pasoja për të gjithë grupin. Dëgjoj. Kur themun që jam mësuar me gjarpri, nuk më beson njeri. A gjarpri? E kuptova për çfarë po flet. Jo për atë që... Na të Viktorit Zoti, hajde, takona. Allah në paç u thashëm në Viktorit Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Jo me mu, pinguini vogël. Jo me mu! Tarje më! Jo me mu, mërë qërë. Mërë plesht! Ta lidh zhivën. Qesh, Arbana. Qesh. Je në fermë Jonida dhe bashkë me Ermionën dhe Klodin keni në dorë buxhetin e gjithë miqve tuaj. Keni ju në dorë pra mishin, bulmetin, makaronat, cigaret, verën, çdo gjë. Se sa do jeni ju të gatshëm që të sakrifikoni rehatin tuaj për shokët, Ju vëshohu son të prajmi? Prajmi fermës? Jo, sot nga bajgat lash atje, në shtëpi. Pastaj, duke filluar nga nesër, mund të vazhdojsh të fakir. Ka doreza këtu. Atëherë kemi një timing. Atë hiq dorën nga kjo loja dhe piki me dinjitet. Me dinjitet! O Jonida, po e disa njerëz veren me bajga nga mëngjesit deri në darkë në fshatë dhe ka Po të sfiga, do futeshit juve të këtë sfiga në bajga? Kam shumë respekt për të gjithë. Jo, shumë rëndë. Hajde Jonida, tregoje veten që je gocë e thjesht. Unë e thjesht jam, nuk jam e përbër. Tash ti do futesh. Unë dini mitet e mia tani. Çfarë është kjo punë kështu? Shiko. Bajga ja. Fusin Klodin. Si bajga ja. Po çfarë do të futu? Jo,